Mbrëmja e të premtes ka qenë mjaft e vështirë për pogradicarët, jo vetëm për ata banorë të cilët u përballën me temperatura mjaft të ulta deri në -15 gradë Celsius, por edhe për drejtuesit e mjeteve të cilët lëvizën në rrugët e qytetit. Fakti që ndërhyrja që e momentet e para për të hapur rrugët e qytetit dhe pastruar ato nga bora mungoi, bëri që qarkullimi në këtë rrugë pazinxhir të ishte e pamundur. E njëjta situatë ishte edhe tek rruga e Spitalit, pavarësisht ndërhyrjes dhe hedhjes së kripës, rruga ishte pakalueshme dhe pa zinxhir, edhe ambulanca e Spitalit ka punuar gjatë gjithë kësaj kohe duke përdorur zinxhirët. Jo të pakta ishin mjetet që ngjiteshin pa zinxhir dhe mbeteshin në gjysmë të rrugës duke xhiruar në vend. Por ngricat nuk ishin të pranishme vetëm në rrugët e njëjta, dhe më e keqja ishte se dhe nëpër trotuare ka patur ngrica të mëdha, por kjo, duket se prania e akullit në trotuar ju ka shërbyer më shumë fëmijëve për t'u argëtuar dhe rrëshqitur në sipërfaqen e tij. Kthimi i tyre në këtë lojë pas shumë vitesh duke u larguar nga teknologjia apo rrjetet sociale, bëri që aq të binte në sy natën e ditës së premte nga vëzhgimi i kamrës së sot shtat ishte fakti se nuk dukej asgjëkund borpastruesja për pastrimin e borës dhe herdhja e kripës. Gjithashtu, nuk shikoi punonjës të firmës mirëmbajtëse apo punonjës të tjerë të bashkisë për pastrimin e borës dhe akullit nga trotuarët.